Është ora 12 e natës edhe mendja më tha që të bëj thonjt. Kam plot 10 muaj që nuk i kam bërë edhe nuk po duroja dot më, nuk i shikoja dot më dorën time ashtu, kështu që erdhi momenti t'i bëjmë. Kisha gjithë ditën që përpiqesha t'i jepja një formë thoj tim natyral, por ishte e pamundur me bebin nëpër këmbë, kështu që mbylla që gjitha punët që kisha gjatë gjithë ditës, edhe thash që po i bëj sepse normalisht e dija shumë që edhe ditën tjetër do kisha po të njëjtën rutinë. Kam bërë që gjithë hapat, si fillimi dash një formë thoj duke qenë se kisha me shumë merak, se bazën time e kam shumë të shkurtër, edhe doja që të dilte diçka e bukur të paktën, edhe pse do ishin mikroskopik, të ishin bukur. Pata një problem të vogël pasi frezën edhe që gjitha mjetet e punës që kisha në Shqipëri i kam marrë me vete, por nuk isha marrë koka për frezën, edhe kështu që nuk mund ta përdore, edhe mu desh pak të përdore pak shtytësen e kutikulave pak më tepër për të shtytur shumë mirë kutikulat, edhe limimin e tyre unë dova ta bëja pak me lim. Këtu kemi që gjitha produktet të cilat i kam marrë në Amazon, edhe ngjyra. Mora vetëm këtë ngjyra, sigurisht gjithë këtë setin e mora vetëm për këtë ngjyrën e kuqe dhe ja ku është rezultati. Disa bizele të vogla, por të adhurueshme. I adhuroj. Po ju?